sidomos lista e Tiranës përfaqësojnë thellësisht idenë e tij, dhe për herë të parë po shoh një listë realisht të vërtetë që me 12 maj zoti Berisha do t'i japi zgjidhje qoftë suksesit, qoftë dështimit të kësaj liste. Është totalisht dhe kjo nuk ka. Çfarë zgjidhje do t'i japi? Si do t'i japi zgjidhje? Po sepse nuk mund të ketë asnjë lloj justifikimi në qoftë se Partia Demokratike nuk fiton zgjedhjet me 11 maj, që unë shpresoj që rotacioni politik, unë besoj shumë që rotacioni politik të ndodh, janë gjitha kushtet që rotacioni politik të ndodh. Ndoshta si asnjëherë tjetër kam parë element. Dhe regjia të lutem Ardit Hoxhën, ma bëni pa gati nga selia PD-s. Kam parë element ku dhe shoh për hir të vërtetës, shoh që jeta e qytetarëve shqiptarë është shumë e vështirë. Dhe nuk është asgjë e pamundur që të ndodhë përderisa, por unë nuk mund ja mohoj suksesin e tij që e bëri Partinë Demokratike, kjo që është, dhe e bëri faktor që ne sot po diskutojmë. Dhe zoti Berisha ka një intuit për politika. Ku ka gabuar zoti Berisha? Në lista e Elbasanit po shoh përveç përfaqësimit të Elbasanit, nuk ka Belshi, Peçini, Cerriku nuk kanë përfaqësues. Dhe që është e dyta, mungon në listën e Tiranës ka një defekt, mungon zoti Kadiu i Kavajës që vjen. Dakor, që u tërhoq. Po bëri një status. Jo, prit. Nuk e përfaqësoj primare, sepse statuti i Partisë Demokratike e ka që ai që del fitues në primare reflektohet në listën e deputetëve. Kjo nuk është jo, s'është në statut. Do ta përcaktoj Këshilli Kombëtar, Gjoja? Jo, kjo ka qenë pjesë e rregullores që kur janë bërë primaret, se unë sqarova që në fillim, primaret kanë qenë vetëm kualifikuese. Pra nuk kam ka qenë një kuotë që përpjestojnë bazë në numrit kandidatëve me pjesëmarrjen që ishte, merr këto vota, kualifikohesh, vin emrat kryesi dhe vendos kryesia për listën. Duke lexuar statusin e zotit Kadiu sot, Zoti Kadiu, zoti Suxha, pra ke disa nga ata që kanë bërë fitues në primare, si ke në lista. Shumë i votuar në qark, ti duhet të mirëmendohesh para se të marrësh një veprim për ta lënë. E dyta në qarkun e Lezhës, dakord, e pranoj, mund të dhe kjo, por mu më duket jashtë çdo lloj logjike kjo gjë, nëse dikush ti fut partinë në primare dhe ai del kandidati më i votuar nga demokratët dhe ti nuk e përfaqëson fare, që në statut e ke që do të bëhen primare, thot statuti, se unë e kam lexuar, do bëhen primare për të zgjedhur kandidatët dhe zoti Berisha në të gjitha takimet e tij ka deklaruar që deputetët do t'i zgjedhni ju. Dhe jo ai, në thelb kjo listë tregon që deputetët i ka zgjedhur Sali Berisha dhe shumë mirë ka bërë. Unë me këtë ide kam qenë, e kam mbrojtur që në fillim idenë që deputetët e partisë duhet i zgjedhë zoti Berisha për shkak që kodi elektoral, kryetarin e partisë e ka shndruar në bos. Sot, ne është absurditet, ne po të merremi me detajet e këtu dhe të merremi me emrat e kandidatëve, ne nuk e kapim thelbin. Këtu është sistemi problemi. Nuk janë emrat problemi. Si janë emrat mendon ti, nuk ka rëndësinë e vetë dhe lista e deputetëve? Lista e deputetëve ka rëndësi këtu që mos të bëje këtë gjë që ka bërë zoti Berisha në qarkun e Lezhës, cilin unë vim ai qark. 80% e qarkut janë mirëditor zonjë. 80% e qarkut janë mirëditor. Ndërkohë që kanë mbetur pa përfaqësuar kush? Prit. Bashkinë në periudhën më të vështirë. Në periudhën më të vështirë dhe ta dini se çfarë betejë ka qenë Bashkia Mirditës me kandidatin që ishte i socialistëve dhe milionat para që janë dhënë investim Mirdit në qytetin e Rrëshenit, u fituan sepse vetë qarku i Lezhës është qark që karakterizohet nga revolta. Dhe para disa ditësh e dëgjova nga sondazhet dhe analiza që kishte bërë Rama, e konsiderohej si qark të revoltës, qark i papërcaktuar. Pse thua janë gjithë mirëditor? Ke Agron Gjekmarkajn, Elda Hoti, Malsor, Gjingjoni është listë hapur. E ke tek Lezhë, Ulsimanian Dibran, Ermal Pasaj Malsor. Nuk përfaqësohen mirëditorë të cilët po diskutojmë. I gjithë qarku, kjo tregon që përfaqësimi i mirëditorëve atje duke i futur të gjithë kryetarët e dy partive, QPS, QPD, nuk kanë integritet për t'i dalë ballë dhe për ta quar qarkun dhe vlerat e qarkut, sepse mirëditorët dhe qarku atje duhet të jetë totalisht i mirë përfaqësuar. Nuk është kaos elektorale. Dhe kjo është një gabim tepër i madh. Dyta, Kristian Demokratin Nardokën nuk e përfaqëson listë fare. I gjithë katolikët s'kan bërë marrëveshje. Të gjithë katolikët pothuajse i kanë nxjerr out. Tani
Partia Demokratike duhet të jetë shumë e kujdesshme dhe zoti Berisha ka qenë shumë i kujdesshëm. Dikur me përfaqësimin fetar. Në përfaqësimin e ngjyrave ka qenë shumë i kujdesshëm. Është dhe në pjesë partë. Por unë nuk mendoj që është problemi. Nuk di në Shkodër kush është katolik atje, nga ajo listë, këtë s'di ta them. Te lista Luciano është ortodoks. Luciano Boçi është ortodoks. Po jo them në Shkodër kush është katoliku se do Shkodër Greta një Bardeli përfaqësues. nuk është katolike. Po edhe po them se nuk i di, Ramadan Likaj është katolik? Jo, s'besoj. Ta pyesim. Ta pyesim, nuk e di ti ndrit, se ti e kem parti. Nuk nga biemri jo. Nga mbiemri nuk i bie katolik. Por prandaj dua të kuptoj se dikur ka qenë shumë i kujdesshëm Sali Berisha në përbërjen e listave. Por problemi që nuk ka përfaqësim, nuk ka përfaqësim ADN-ja antikomuniste. Se kjo është në qëse do kesh se kjo e ka kaos komunistët, ti nuk përfaqëson revoltën antikomuniste, e cila përfaqëson katolikët. Kush është revolta antikomuniste në Shqipëri? Kush është? Nuk e përfaqëson asnjëri as tjetër. Mirë këta, se këta janë mrena partisë. Këta janë zgjatimi i partisë komuniste. Por këta vinë disa nga shtresa. Vetëm Josefina Topalli. Edhe Mesila Doda është katolike e devotshme për ish vërtetës, edhe Josefina Topalli dhe shumë mirë që ka futur Josefina Topallin. Sepse mirë ka bërë. Po pa diskutim. Në Tiranë. Po pa diskutim që ka futur se është një unë kam një histori që kam më ka ardhur shumë keq herë kur e kam parë në zgjedhjet e 2021-shit në Rrëshen kishte kishte hapur Krijoi parti të re, po. Kishte hapur dhe demokratësia e kam parë dhe pas zgjedhjeve 2021 dhe kam parë dhe pas zgjedhjeve 2021. Shoh që e ke ironike këtë. Jo, jam pro, më vjen shumë mirë që e ka futur. Këtë e them me sinqeritetin më të madh. Më ka ardhur shumë keq që në zgjedhjet 2021 asnjë demokrat nuk i jepte dorën. Kur ndollej foltoria, ndodhen tek demokratët shkoshin i jepnin dorën dhe me zë nuk kishte shanse ta takojë dhe unë gjatë një bisede ku isha me kandidatin që isha dhe i tham çuditërisht, i tham Mark Markut, i tham, "Ore, se më bëri shumë përshtypje nga ana njerëzore, se po ta kisha njohur, nuk do nolte kurrë kjo, unë i jap dorën kujdo." Dhe sidomos kur e njoh, dhe më ka ngel shenjë dhe prandaj po e tham, shqyr që në fundit është një emër që ka fiber tek demokratët, nuk është një emër që mund të kalojë kështu. Pavarësisht jetëgjatësisë saj, pavarësisht po dhe jetëgjatësisë politike, jo pjesa tjetër, Besar Xhaferi është njëri. Erisa Gjigjo është njëri. Është kryetari i forumit. Belind Kolliçi është njëri. Lëviz Balliu është njëri dhe është shumë aktiv. Pra, po të shohësh listën e Tiranës, pavarësisht tendencave që duan të bëjnë, është një listë simpatike. Që përfaqëson, pa diskutim, dhe përfaqëson frymën e zotit Berisha. Të kalojmë te lista PS-s. Simpatike thotë Reldari. Po këtë e them me sinqeritet. Regjia dhe ndërkohë ka Mardit Hoxhën. Këtë e them me sinqeritet. Listën e PS-s. Ja ku e ke listën e mbyllur. Paktën pjesën e